تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. Mëtej fillojmë sonte me këto takime përmes lidhjes të drejt për drejt me vëllezërit tanë në xhamin El Albani në qytetin Gent të Belgjikës, dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na japë sukses për atë që do Allahu dhe që është i kënaqur me ta, si dhe e lutim Allahun që të na japë diturit dobishme dhe vepra të mira, na bëj të dobishme ato që na ka mësuar, na mësoj ato që na bën dobi, na përmirësoj gjendjen tonë në secilin aspekt dhe në çdo imësi, dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Në këto takime që do të kemi mujore, që do të jenë çdo të shtunë, secila e shtunë e parë prej secilit muaj, do ta lexojmë bashk librin e autorit Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, që do të jetë libri i quajtur Aqidja e Abdul Ghani al-Maqdisi. Do të thonë libri i tij quhet Al-Aqida, ose do thotë si e ka emërtuar ai, po që është i njohur me këtë emër Aqidatu Abdul Ghani al-Maqdisi. Domethënë besimi ose akidja e këtij autori, Allahu e mëshiroft, i cili domethënë besoj që njihni pak a shumë autorin, sepse e kemi përmendur edhe në raste tjera, dhe vazhdojmë me mësimet prej librit Umdatul Ahkam të autorit të njëjtë, që është libri i hadithit në temat e fikhut, dhe po ashtu ai ka shkruar libra të shumtë të diturive të shumta, është një prej dietarëve më të mëdhenj të këtij umeti, edhe ka dhënë kontribute të shumta. Për biografinë e tij, siç thash, kemi folë edhe te fillimi i librit Umdatul Ahkam, dhe do të përmendim përsëri se emri i tij është ose nofka e tij Taqiyuddin. Domethënë ka qenë i njohur me nofkën Taqiyuddin, kunja Abu Muhammad, dhe emri Abdul Ghani. Emri i babait të tij Abdul Wahid, e kështu me radhë ibn Ali ibn Surur ibn Rafi ibn Hussein ibn Ja'far al-Maqdisi. Domethënë që është me preardhje ose i atribuar në Maqdis, domethënë Beitul Maqdis, pra është i Kudsit, al-Jamma'ili, që është një fshat afër Kudsit, pastaj ad-Dimashqi, domethënë pastaj është transferuar në Damask. Pra ky është emri i tij i plot që ta kemi parasysh, domethënë Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jamma'ili ad-Dimashqi as-Salihi, prej fisit ose familjes të tillë. Ka lindur, domethënë në fshatin Jamma'il afër Kudsit, dhe ka lindur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, Allahu e falt atë, na falt ne prindrit tanë dhe të gjithë dietarët e umetit, si dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Është prej dietarëve të njohur, domethënë ka mësuar shumë dietar, ka mbledhur dituri prej një numri shumë të madh të dietarëve, dhe gjithashtu ka nxënës shumt, edhe shumë prej dietarëve të umetit janë prej nxënësve të tij. Dhe siç tham, ka shkruar libra të shumtë, këto ndoshta i kemi përmendur disa prej tyre në biografinë e tij të Umdatul Ahkam. E kanë lëvdu dietar, siç është Muwaffaq ibn Qudama, ka thënë kana jami'an lil ilmi wal amal, domethënë ai ka qenë njeri që e ka bashkuar diturinë dhe veprën. Domethënë ka mbledhur shumë dituri dhe i ka mbledhur veprat e mira. Thot wa kana rafiqi fi siba, do thënë ka qenë shoku im i fëmirisë. Kemi qenë shok në fëmiri, wa fi talab al-ilm, edhe kemi qenë shok gjatë kërkimit të diturisë,
Wama kunna nastabiqu ila khairin illa sabaqani ilayhi illa al-qalil. Edhe çdo herë kur kemi garuar, domethënë për ndonjë të mirë, gjithmonë më ka tejkaluar, më ka parakaluar përveç rrallë herë, domethënë. Edhe thot wa kammala Allahu fadilatahu bi ibtilaihi bi adha ahli al-bid'ah. Edhe gjithashtu Allahu ja ka plotësu dhuntit dhe mirësit ati dhe vlerën, e ka plotësuar vlerën e tij, që ja ka dërgu këtë sprov nga ana e bidatxive, wa adawatihim iyyahu wa qiyamihim alayhi, do të thonë që ata e kanë armiqësuar, janë ngritur kundër tij, e kanë sprovu dhe e kanë shqetësu shumë, e kanë lënduar njerëz të bidatit. Dhe ka thënë wa ruziqa al-ilm wa tahsil al-kutub al-kathira, thot është furnizuar me dituri të shumtë dhe me përpilim të librave të shumtë. Thot illa annahu lam yu'ammar, përveç se nuk ka pas jetë shumë gjatë që domethënë të përhapet edhe më shumë dituria e tij dhe të bëjë më shumë kontribute. Nëse lexohet historia ose biografia e këtij autori rahimahullah, domethënë do të gjej se ka pasur jetë të mbushur me seriozitet në kërkimin e diturisë, me seriozitet në dhënien e kontributeve, aktiviteteve, gjithashtu shihet shumë ibadeti i tij i shumt dhe dhënia. Do thotë ka qenë shumë bujar, ka dhënë domethënë aty ku ka hajër, po ashtu edhe gjithë kohën e ka angazhuar me kërkimin e diturisë, me fitimin e diturisë dhe udhtim te dietarët për të marrë dituri dhe gjithashtu e ka angazhuar kohën për dhënien e diturisë, si me shkrim edhe gjithashtu edhe me mësimdhënie, domethënë. Është prej njerëzve më të njohur me ibadet, domethënë ka qenë ibadetxhi i madh dhe është njohur për ulsinë e tij dhe khushu', domethënë përqendrim në ibadet, qarje të shumtë, kthim tek Allahu vazhdueshëm, domethënë që ka qenë preciz në kryerjen e suneteve dhe veprave të preferuara, do thotë mos flasim për ato që janë obligim, por gjithashtu ka qenë shumë i përpikt në kryerjen e veprave vullnetare. Ka qenë këshillues shumë, domethënë ku ka pa ndonjë të keqe ka këshillu, edhe prej kësaj kjo është rruga e këtyre dietarëve që janë këshillues për hir të Allahut subhanahu wa taala, që pjesë e këshillës është që janë shumë tashpër në refuzime kundër bidateve. Domethënë kjo e tregon vendosmërinë e tyre për të dhënë këshilla, që kanë refuzuar njerëz të bidatit, edhe për këtë shkak edhe është sprovu prej tyre. Ka thirr, e ka ndihmu akiden e pastër, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka urdhëruar për të mira, ka ndaluar nga e keqja, edhe nuk është friksuar prej askujt për ta thënë të vërtetën për hir të Allahut subhanahu wa taala. Domethënë nëse e lexojmë biografinë e tij, do të shohim shumë prej këtyre shembujve. Si tham, ka vdekur në vitin 600 hijretit pas një smundje të rëndë dhe kam thënë se ka qenë domethënë smundje që e ka penguar prej ngritjes në këmbë, domethënë edhe s'ka mundur as të flas as të ngrihet në këmbë. Dhe kur e dini si është tradita për njeriu të smut, si thonë, a do diçka ose për çka të ka shku mendja, për çka të ka marrë malli, çdo herë kur e kanë pyet, ka thënë më ka marrë malli për xhenetin, edhe më ka marrë malli për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu ka vazhduar, domethënë, një kohë derisa i ka ardhur vdekja. Allahu e mëshiroft dhe e ngrit në grada të larta dhe lutim Allahun që të na bashkojë me të bashkë me pejgamberët, sidikët dhe shahidat dhe njerëz të mirë dhe të devotshëm. Do ta marrim këtë libër të tij dhe shpresojmë që do të mund ta përfundojmë për një kohë të mirë.
Ku? Te kanë listë mjetëve. Unë nuk e di që kanë. Ku princezim? Do të më kanë rejtë. Pa. Si është zani? A më dëgjoni mirë? Ju? Mira. Rregull. Do ta marrim këtë libër që është, do të thënë, libri i akides. Edhe kështu e ka emrin, do thotë. Dhe padyshim se duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe mësimit të akides dhe përsëritjes së akides. Pra feja jon madhështore ka dituri të shumta, edhe duhet në të gjitha dituritë të angazhohemi me secilin aspekt të diturisë. Duhet, do të thënë, të mësohen veprat, rregullat e veprimtarisë dhe sjelljes, morali dhe shumë aspekte të tjera. Mirë po, të gjitha këto bazën e kanë në akide, në besim. Dhe asnjë dituri nuk bën dobi nëse akidja nuk është e saktë. Se akidja është në zemër. Dhe akidja për veprat është si rrënja për degët e pemës. Gjithashtu edhe zemra për trupin është si rrënja për pemën. Dhe nëse zemra është e përmirësuar, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, në trup është një copë mishi, nëse përmirësohet i gjithë trupi. Dhe nëse prishet i gjithë trupi. Dhe ajo pjesë është zemra. Edhe gjithashtu akidja që e ka vendin në zemër është njësoj në këtë pozitë në lidhje me të gjitha çështjet e fesë, me të gjitha dituritë, si zemra për trupin e njerëzit. Prandaj përmirësimi i akides në zemrën e njerëzit është përmirësim i gjitha veprave në të gjitha pjesët e trupit të njerëzit. Edhe si pra Allahu subhanahu wa taala ka dhënë këtë shembull për rrënjët dhe degët të pemës. Ka thënë: "Wa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi as-sama'." Do thotë Allahu ka dhënë shembull fjalën e bukur si pemën e bukur, që rrënjët i ka thellë të përforcuara dhe të palëkundura dhe degët i ka lart në qiell. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha, do të thonë që i jep frutat në secilën kohë të vitit me lejen e Zotit të saj. Do të thonë, pra Allahu subhanahu wa taala ka sjell shembullin e diturisë dhe fesë me këtë, do thotë që fjala e bukur që është fjala e tauhidit i ka rrënjët e thella në zemrën e njerëzit. Edhe degët dalin lart, vepra të bukura, të lartësuara, që shfaqen, do të thënë, në veprimtarinë e njerëzit, edhe që jep frutat e mira në secilën kohë. Edhe për këtë shkak, përmirësimi i akides është përmirësim i të gjitha veprave. Përmirësimi i akides, përforcimi i imanit është përmirësim për të gjitha veprat. Kurse prishja e akides, pa marrë parasysh sa mundohet njeriu, përpiqet, do të thënë me teori, me praktik, përpiqet të përmirësoj aspekte tjera, po nuk e ka përmirësu aspektin e akides në zemër, do të ketë patjetër dobësi dhe do të ketë prishje. Si ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, rahimahullah, ka thënë kundërshtarët e ehlul hadithit, pra ata që i kundërshtojnë njerëzit e sunetit, pasuesit e hadithit, i kanë gjithmonë veprat e prishura, ose për shkak se e kanë akiden e shtrembruar dhe të devijuar, ose kanë nifak, ose kanë smundje në zemër dhe dobësi të imanit. Atëherë, do të thënë, te njerëzit e bidatit e sheh shumë braktisjen e obligimeve, shkeljen e kufive të Allahut subhanahu wa taala, edhe gjithashtu sheh që lanë mazdore, do të thënë lanë pasdore këtë kryerjen e obligimeve ose kryerjen e detyrimeve që i kanë ndaj Allahut ose ndaj krijesave, kanë zemër të ngurtë, edhe kjo është e dukshme për secilin. Do të thënë për shkak se akidja në zemër, do të thënë është me mangësi. Dhe
kuptohet se akidja është diçka që duhet mësohet, patjetër në teori, dhe që të zërë vend fuqishëm në bindjen e njeriut në zemër. Kjo është dituria teorike. Edhe patjetër dituria, duhet vi përpara fjalës dhe veprës. El ilmu qabla al qawli wal amal. Dituria është para fjalës dhe veprës. Edhe veprat përmirësohen kur t'jen të bazuara në dituri të saktë, dituri që buron nga libri i Allahut dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe buron nga kuptimi i saktë që e kanë transmetuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në veçanti kur shohim kundërshtimet e shumta edhe devijimet e shumta në temën e akides, domethënë kjo më shumë e përforcon nevojën dhe domosdoshmërinë për ta mësuar edhe më shumë akiden, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Domethënë kush do të ketë jetë prej jush do të shohë kundërshtime të shumta. Shumë do të ketë kundërshtime mes njerëzve, edhe për këtë shkak duhet të mësohet. Domethënë ajo që është në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Domethënë ky umet do të ndahet në 73 grupe. Dhe të gjitha ata grupe janë për xhehenem përveç njërit. Kam thënë kush është ai o i dërguari i Allahut, ka thënë janë ata që janë në rrugën time, në rrugën në të cilën jam unë dhe sahabët e mi. Prandaj, domethënë kjo na përforcon nevojën që të mësohet akidja, në të cilën ka qenë edhe rruga, në të cilën ka qenë i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij. Dhe që e kanë transmetuar sahabët te tabiinët dhe tabiinët u kanë transmetuar atba tabiinëve. Kështu do thotë kjo rrugë ka mbetur e ruajtur. E sakt ashtu si ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pikrisht si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amri Allah. Do të thënë vazhdimisht një grup prej umetit tim do të vazhdojë në zbatimin e urdhrit të Allahut. Do të thënë e plotson, e zbaton fenë e Allahut, ashtu si ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdimisht do të vazhdojë, la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum. Edhe atyre nuk u bën dëm ai që i zgënjen, i lën bardh, domethënë, ose ai që i kundërshton haptas, hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'ala an-nas. Edhe kështu do të vazhdoj derisa të vijë urdhri i Allahut për ditën e Kiametit. Deri në ditën e Kiametit, domethënë, do të jenë ata të shfaqur dhe të lartësuar në mesin e njerëzve. Patjetër, vazhdon ky grup që nga kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e kanë përcjell në secilën gjenerat deri në ditën e gjykimit, nuk humb rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo kur e shohim se umeti pra si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë shohim në praktik se përçahet në rrugë dhe drejtime të lloj-llojshme, edhe domethënë sillen dyshime dhe devijime të ndryshme. Patjetër se kjo na bën neve që të jemi më të kujdesshëm për ta njohur të vërtetën që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se ta përlyen, domethënë, ose ta mbulojnë, ta maskojnë, ta devijojnë njerëzit në gjenerata të tjera. Dhe kjo është, domethënë, edhe është punë shumë e rëndësishme. Mirpo është edhe diçka që e ka lehtësuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot rëndësinë dhe peshën e ka të madhe, por Allahu e ka bërë të lehtë. Allahu na i ka ruajtur librin e tij, edhe për pjesë e ruajtjes së librit të tij, Kuranit, është edhe ruajtja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu ka nënshtruar, domethënë, njerëz prej këtyre dietarëve që vazhdimisht i shërbejnë kësaj feje. Vazhdimisht e sqarojnë të vërtetën dhe shkruajnë, japin kontribute, edhe për këtyre janë këta libra që na kanë ardhur, domethënë, ashtu si domethënë me shpjegimet që i ka pas siç ka qenë kohën e sahabëve. Edhe mjafton, domethënë, vetëm që ti mësojmë,
vetëm ta mësojmë atë që e kanë thënë, s'ka nevojë të përpiqemi të shpikim diçka të re, sepse shpikja është devijim. Kurse njerëzit e hakut e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hulumtojnë, përpiqen, mundohen, kontribuojnë edhe tregojnë të palodhshëm dhe të pakursyer për mësimin dhe sqarimin e rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk e harxojnë kohën në shpikje ose mendime, analiza të bazuara, domethënë vetëm në mendjet e njerëzve pa bazë nga shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna naqtadi wala nabtadi. Domethënë ne ndjekim dhe nuk fillojmë diçka të re. Wa nattabi' wala nabtadi. Edhe pasojmë dhe nuk shpikim, nuk bëjmë bidate. Wala nadilla ma tamassakna bil athar. Edhe nuk do të devijojmë përderisa kapemi për gjurmët që janë transmetuar. Domethënë përderisa kapemi për ajetet, hadithet, fjalët e sahabeve, nuk do të devijojmë. Kurse njerëzit e bidatit e kanë të kundërtën. Domethënë largohen nga ky kontribut edhe kjo përpjekje për mësimin e udhëzimit dhe mundohen të shpikin diçka të re, duke i ndjekur të tjerët. Patjetër dikon njeriu e ndjek, ose do ta ndjek udhëzimin që i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose do të ndjek devijime që kanë kundërshtuar rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i ndiqni popujt tjerë, pllumb pas pllumbe, edhe hap pas hapi, ose pas çdo imësie. Edhe nëse hyn në vrimën e hardhucës, do të hyni pas tyre. Edhe kanë thonë, a janë ata jahudit dhe krishterë, të i dërguar i Allahut? Ka thonë kush tjetër? Domethënë do t'i ndiqni rrugët e tyre, si e kanë lënë ata sunetin dhe rrugën e pejgamberëve të tyre, Musait dhe Isait alayhimus salatu wassalam, do të ketë edhe në këtë umet njësoj, që do ta lënë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ndjekin mendimet dhe shpikjet e njerëzve. Pra besimi, akidja e Ahlus Sunna wal Jamaa, besimi sunni, selefi, është i marrë nga libri Allahut, Kurani dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka tjetër burim të akides përveç kësaj, veç shpallja nga Allahu. Sepse, siç është thënë shumë herë, kemi thënë ne, kanë thënë edhe të tjerë, akidja ka të bëjë me besim në të fshehtën, në ghaib, dhe nuk ka mundësi të arrijë njeriu te dituria e të fshehtës në asnjë mënyrë përveç se me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, nga ai që është i gjithdijshëm për të fshehtën dhe të dukshmen. Dhe nuk merret akidja askund tjetër përveç se nga shpallja e Allahut, që është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse njerëzit e bidatit e marrin akiden nga përfytyrimet e gabume, nga të arriturat e mendjeve njerëzore, ose nga ëndrat e dikujt, ose nga krahasimet me popull tjerë, do thotë në këtë mënyrë vjen devijimi. Këtu për këtë shkak, kur i kanë pa këto devijime, dietarët kanë kontribuar më shumë. Kanë shkruar edhe libra për sqarim fillestar, domethënë, të akides, i kanë shkruar librat për shpjegimin nga fillimi i akides. Ose kanë shkruar libra për refuzim të devijimeve, edhe për ta treguar, do thotë, rrugën e gabuar të atyre që kanë shpikur. Disa herë ka gjatë historisë shohim shumë prej dietarëve që kanë shkruar libra të akides pasi janë akuzuar për devijim. Edhe konkretisht ky libër i Imam Abdul Ghani al-Maqdisi është transmetuar pikërisht kjo ndodhi ose ky shkak. Nëse e kanë akuzuar te halifja ose te mbreti, e kanë akuzuar se është i devijuar në akide. Edhe e ka thirrë mbreti dhe i ka thonë pra shkruaj akiden tënde ta shohim çfarë besimi ke.
Dhe ka shkruar këtë libër, si do ta shohim gjatë shpjegimit edhe leximit, ka shkruar Imam Abdul Ghani, do të thonë unë besoj kështu, sepse Allahu ka thënë kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu. Besoj në këtë çështje kështu, sepse Allahu ka thënë kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu. Domethënë kjo është gjithmonë, pastaj pasi e ka pa këtë mbreti, domethënë e ka liru dhe e ka kuptu se ata që kanë spionu kundër tij, domethënë kanë vetëm për shkak të ose hasedit ose devimit që e kanë ata. Edhe ju ka thonë se ky nuk ka ardhur me diçka tjetër përveç asaj që është në Kur'an dhe në Sunet. Domethënë çka keni vërejtje kundër tij kur nuk ka asgjë tjetër përveç se ajo që është në librin e Allahut dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë mënyrë njerëz të Sunetit i kanë sfidu gjithmonë njerëz të bidatit. Edhe deri në kohën tonë, dhe kështu do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit, edhe ne ju themi, na sillni një çështje ku ne e kemi kundërshtuar tekstin e Kuranit ose të Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose e kemi kundërshtuar ixhmain e selefit. Në cilën çështje e kundërshtojmë këtë, na akuzojnë me akuza të lloj-llojshme, me akuza, do të thonë për devijim, ose akuza për shërbim dikujt, ose se pagun filani, ose i shërben filanit. Do të thonë na tregoni ku e kundërshtojmë librin e Allahut, do të thonë atë që është e qartë prej Kuranit dhe prej Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ku e kemi kundërshtuar ixhmain e selefit, për cilën do të çështje prej çështjeve që janë baza të akides, baza të islamit, do të thonë që është akidja, edhe çështje tjera që janë baza të fesë. Do të thonë ky libër që të ta shpjegojmë, pra e ka titullin, si tham, është titulli Al-Aqida, vetëm. Kështu është gjendur në shumë dërshkrime, më thonë. Edhe prandaj është botuar me këtë titull Aqidatu Abdul Ghani al-Maqdisi. Thot besimi Abdul Ghani al-Maqdisi. Ka në disa botime është shkruar tjetër titull Al-Iqtisad fil i'tiqad. Do më thënë mesatarja në besim, mirë po sipas asaj që përmendin disa shuyukh, do më thënë me hulumtim shihet se nuk është ky titulli i saktë. Ky titull është përmendur në biografinë e Abdul Ghani al-Maqdisi, është përmendur se ka shkruar një libër me këtë titull. Mirë po si duket, do më thënë nuk është ai libër nuk është i humbur, do më thënë, kurse ky që është i prezent nuk është ai, sepse për atë ka thonë ka shkruar një libër të madh me titullin Al-Iqtisad fil i'tiqad. Kurse ky nuk është libër i madh, është prej librave të shkurtë, thotë që kanë shkruar shumë prej dietarëve, edhe është në gjitha ato versionet dorëshkrimit gjendet me këtë titull, vetëm Aqide ose Al-Aqide. Do të thotë, prandaj ja kanë atribu autorit, kanë thënë Aqidatu Abdul Ghani al-Maqdisi. Prandaj ta sqarojmë këtë çështjen e këtij emërtimi. Besoj ju e keni qartë, fjala Aqide është gjuhësisht në gjuhën arabe, do të thonë lidhje e fortë, do të thonë lidhje e ndonjë gjëje. Sepse qëllimi është ato çështjet e imanit janë të lidhura fuqishëm në zemrën e njerëzit. Dhe që janë të lidhura dhe të forcuara, nuk janë të luhatshme. Përndryshe nëse ka luhatje në besim, nuk quhet besim, ai quhet dyshim. Dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Do të thonë besimtarët vërtet janë ata të cilët besojnë në Allahun dhe në dërguarin e tij, pastaj nuk dyshojnë. Do të thonë nuk ka asnjë dyshim. Për këtë shkak e kanë quajtur dietarët këtë çështje, do të thonë sqarimet e temave të besimit i kanë quajtur akide. Do të thonë diçka të lidhur fuqishëm. Do të thonë ajo që me cilën zemra është e lidhur në mënyrë të paluhatshme. Dhe këtë emërtime kanë përdorur shumë herët që në kohën e selefëve. Dhe është, do të thënë, emërtim i sakt gjuhësor, nuk është diçka e shpikur. Sigurisht ka thonë, njerëzit e bidatit që duan ta devijojnë akiden,
kanë thonë se këta njerëz që luftojnë bidatin, kanë bë bidat, e kanë shpik emrin akide. Kurse e vërteta është se gjithashtu Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur atë që vendos njeriu në zemër, e ka quajtur me këtë emër, ma aqadtum alayhi, si është ma aqadtum bihil ayman. Do të thonë ato betime që i keni lidhur në zemër, do të thonë që i keni me bindje në zemër, për ato Allahu subhanahu wa taala ju kërkon përgjegjësi. Do thotë është fjalë që është përmendur në librin e Allahut, edhe e kanë përdor selefët shumë herët, dhe nuk është fjalë e shpikur për ndryshim të rrugës ose ndryshim të akides. Ndryshim do të thonë të besimit. Prandaj akide, kur thuhet akide, do thotë të gjitha çështjet e besimit që janë të bazuara në Kur'an dhe në Sunet, akidja e saktë. Por ka një çështje tjetër, si ka mundësi të quhet akidja e filanit. Do të thonë, me thonë akidja e Imam Ahmedit ose akidja Abdul Ghani al-Maqdisi ose akidja e filanit, a lejohet kjo? Edhe kjo gjithashtu është prej fjalëve që ka disa kuptime. Do të thonë, kjo lidhja gjenitive, si thuhet, pra lidhja mes një gjëje dhe asaj të cilës i atribuohet, do thotë mund të jetë në kuptime të ndryshme. Sigur kur thuhet feja Allahut, ose thuhet feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose thuhet feja e muslimanëve. Dhe çka është qëllimi? Kur thuhet feja Allahut, do të thonë feja që e ka zbritur dhe e ka shpallur Allahu subhanahu wa taala. Feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë feja që e ka sqaruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka sjell nga Allahu, që ai vetë ka besuar dhe e ka ndjekur dhe u ka sqaruar njerëzve, dhe gjithashtu feja e muslimanëve, do të thonë feja të cilën e ndjekin muslimanët. Prandaj kur thuhet akidja e Abdul Ghani al-Maqdisi, do të thonë akidja përmendin se ka dy aspekte të kuptimit të saktë. Do të thonë një, akidja të cilën e ka pasur, e ka besu Abdul Ghani al-Maqdisi. Nëse duhem ta dim çfarë rrugë ka pasur ai dietar, themi, do të thonë kjo është rruga e tij ose akida e tij ose feja e tij ose besimi i tij, do të thonë akidja të cilën e ka ndjekur ai. Ose kur bëhet fjalë për ato libra të shkruar, thuhet akidja që e ka sqaruar, e ka renditur, ka vendosur tituj, tema, nën tituj, do të thonë në këtë mënyrë i thuhet librit akidja e atij dietarit, do të thonë. Jo se është akide që e ka shpikur ose e ka formulu ai nga vetja e tij. Pra kjo është kur flasin njerëz të sunetit, kur thonë akidja e Imam Ahmedit për shembull, ose akidja e Ibn Taymiyes, ose akidja e Muhammad ibn Abdul Wahhab, ose akidja e Abdul Ghani al-Maqdisi, janë për qëllim këto dy kuptime. Do të thonë ose një libër që e ka shkruar, e ka renditur, e ka shpjeguar ai dietar, ose është për qëllim, do të thonë rruga dhe besimi që ai e ka ndjekur dhe e ka zbatuar. Kurse njerëzit e bidatit, kur thonë akidja e filanit, nëse analizon, do të thonë është akidja që e ka filluar ai filan. Do të thonë akidja e Shariut ose akidja e Maturidiut, do të thonë dhe këtë ku është më qartë, është pikërisht në librat e tyre, librat e këtyre, librat atyre. Do të thonë nëse i shikon librat e njerëzve të sunetit, ata përmendin temën edhe i përmendin argumentet nga Kurani dhe Suneti. Nuk jo analiza, krahasime, filozofi, do thotë apologjetike kështu me radhë, nuk flasin domethënë fjalë të këtilla, por tregojnë, pra e kemi obligim të besojmë kështu, sepse Allahu ka thënë kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu. Edhe sqarimet e sahabeve, edhe pasuesve të tyre. Kurse kur ti shohësh librat e njerëzve të bidatit, do të gjen kapituj, vëllime që ndoshta nuk mund gjesh një ose dy ajete në to. Edhe sqarojnë me krahasime, me analogji, me atë që e quajnë apologjetik, do të thënë ilmul kalam, edhe janë ato besime me të vërtet njerëzve, caktuar.
Dhe një njeri ka mendu në kokën e tij edhe ka thonë kjo duhet besimi të jetë kështu ose nuk guxon të jetë besimi në këtë mënyrë. Nëse themi vetëm ashtu si ka thënë Allahu, për shembull Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, i gjithëmshirshëm i qëndron mbi arsh, atëherë sipas mendjes së atij personi, domethënë, kjo do të na çojë patjetër që ta krahasojmë Allahun me krijesat. Edhe atëherë duhet ta mohojmë, domethënë pa u bazuar në shpallje, pa u bazuar në Kur'an ose në Sunet. Prandaj këtu është dallimi. Kur thuhet akidja e filan bidatxhiut, është për qëllim akiden që ai e ka shpikur. Kurse akidja e filanit prej dietarëve të Sunetit është për qëllim akidja që ai e ka sqaruar me argumente dhe që e ka ndjekur. Dhe argumentet e tij janë nga Kurani dhe Suneti. Dhe çdo kush që flet diçka tjetër, përveç se ajo që është në librin e Allahut dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është i refuzuar pa marrë parasysh kush është. Po, tjetër çështje para se të fillojmë domethënë me shpjegimin e librit, duhet ta kemi parasysh se çdo gjë që mësohet dhe në veçanti akidja duhet të jetë diçka që ndikon realisht në vetveten tonë dhe në veprat tona. Pra, si ka thonë Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, çdo dituri edhe çdo vepër që nuk ia shton imanin dhe bindjen njeriut, atëherë ajo është, domethënë ka diçka tjetër në ta, me dkhul, domethënë ka hyrë diçka tjetër në ta. Edhe çdo iman, çdo besim që nuk e shtyn njeriu të bëjë vepra, është besim, domethënë që është i përzier me diçka tjetër, ka hyrë në të diçka tjetër. Çka do të thonë? Pra nëse njeriu e mëson një pjesë të akidës, e mëson se Allahu është mbikëqyrësi dhe që shet çdo gjë dhe dëgjon gjithçka dhe di çdo gjë, mirë po kjo nuk ndikon në përmirësimin e gjendjes së tij dhe nuk ndikon në largim prej mëkateve. Domethënë se kërkimi i diturisë nuk ka qenë i pastër, nuk ka qenë vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ose kur flasim për shembull, ne e dim një çështje të akidës, nuk e di a mund të përgjigjeni shpejt, sepse keni ndalë mikrofonin. Nëse ju pyesim për shembull, a shihet Allahu në ahiret? Cila është përgjigja juaj? Padyshim, domethënë gjithë me një za, po, dhe e dim se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamar. Domethënë ju do ta shihni Zotin tuaj në ditën e gjykimit, siç e shihni hanën, domethënë që nuk ju pengon asgjë. Dhe argumentet të tjera thotë, pra nëse njeriu i ka mësuar këto, edhe ditë debatoj me dikën, nëse vjen një prej njerëzve të bidatit dhe e mohon shikimin, atëherë ka shumë prej njerëzve që janë rrugën e saktë, dhe kjo është mirë, që din të përgjigjen me argumente, me fakte, se akidja e saktë është se besimtarët do ta shohin Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Mirë po, krahas kësaj harrojmë pjesën tjetër të ajetit, të hadithit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta shihni Allahun, nuk do t'ju pengoj asgjë, as nuk ju pengon numri i madh i njerëzve, rëmuja domethënë për ta pa Allahun subhanahu wa taala. Prandaj ka thënë, nëse keni mundësi, fe in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Atëherë nëse keni mundësi që mos ju mungoj ose mos mposhteni, domethënë, për faljen e namazit që është para lindjes diellit dhe atij që është para perëndimit diellit, domethënë namazit sabat dhe ikindis, atëherë punoni për këtë, domethënë mos e lini mangët këta dy namaze. Dhe pastaj ka lexuar ajetin wasabbih
bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, do të thonë lartësoje Zotin tënd, madhroje me lavdi Allahun para lindjes diellit dhe para perëndimit të tij. Çka do të thonë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidhur akiden me veprën. Do të thonë, pasi ne besojmë se Allahun do ta shohin besimtarët, më njëherë na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veprën që na e mundson, veprën që është shkak edhe 15 minuta thot takimi. Pra më njëherë na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veprën që e sjell, do të thonë, këtë dhunti, këtë mirësi, që në realitet është pjesë e akides sonë. Edhe në këtë mënyrë duhet ta dimë se gjithmonë kur mësojmë akiden, duhet të jetë që ndikon në zemër për përmirësimin e gjendjes zemrës dhe gjithashtu që ndikon në përmirësimin e veprave. Patjetër, dituria teorike të lidhet me praktikën e saktë. Patjetër, do të thënë, kjo është atëherë dituria e dobishme, dhe kjo është dituria që i bën dobi njeriut në dunja dhe në ahiret. Dituria e dobishme është dituria e saktë që vjen nga Kurani dhe Suneti dhe nga kuptimi i sahabeve dhe selefëve. Dhe nëse kjo dituri që është e saktë rezulton me vepra të sakta, atëherë ajo është e dobishme. Nëse dituria e ka burimin e gabuar, është dituri e dëmshme. Ose dituri që e ka burimin e saktë, por nuk ndikon në veprat e njeriut, gjithashtu është dituri e dëmshme. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të lutemi çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Do të thonë, Allah të kërkoj dituri të dobishme, dituri që sjell dobi, pasuri ose furnizim që është i pastër dhe i mirë, dhe vepra që janë të pranuara. Dhe në anën tjetër ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrojtje tek Allahu nga dituria që nuk bën dobi. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Do të thonë, kërkoj mbrojtje te ti nga një dituri që nuk bën dobi, do të thonë që nuk përmirëson njeriu. Prandaj duhet të mësojmë akiden, t'i kuptojmë çështjet e akides sakt dhe t'i kuptojmë argumentet për çështjet e akides dhe t'a dimë se si kjo pjesë e akides ndikon në jetën tonë. Si do ta përmirësojë, do të thënë, gjendjen tonë, zemrën fillimisht, edhe pastaj patjetër, do të thënë, rrjedhimisht moralin dhe veprat. Duhet patjetër të shihet kjo akide. Thotë, është prej punëve përkeqardhje të madhe, prej situatave ose fenomeneve që janë përkeqardhje të madhe, që ka njerëz që pretendojnë akiden e saktë, kurse veprat i kanë me të vërtetë shumë të turpshme. Pra nuk është ajo akide e vërtetë. Do të thonë, është teori e saktë, mirë po nuk është realisht që ka ndikuar në zemra. Dhe pasi e zgjatëm shumë këtë hyrjen para fillimit librit, do të marrim vetëm një pjesë të vogël, shpejt, do thotë, që ta dim ku e kemi fillu librin, edhe pastaj inshallah në takimet e radhës do të vazhdojmë. Në fillim ka thënë autori, pra këtu, jo autori, po është nxënësi që e ka shkruar prej autorit rahimahullah, ka thënë Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa a'in, walhamdulillah wahda, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Do të me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit mëshiruesit, o Zoti im, më lehtëso dhe më ndihmo. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut një, të vetëm, na mjafton Allahu dhe ai është mbështetja më e mirë. Pastaj thot, qala ash-shaykhu al-imam al-alim az-zahid al-hafidh, pra ka thënë dietari, shejhi, imam, pra shejhu, imam, dietari i madh, asket, zahid dhe hafidh, do të thënë pra hafiz i diturive, që është Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Hanbali al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala.
Çka ka thonë? Pra tani fillon fjala e autorit rahimahullah. Ka thonë Alhamdulillahi al-mutafarridi bil kamali wal baqa wal izzi wal kibriya wal mawsufi bis sifati wal asma al munazzahi anil ashbahi wan nudhara. Thot e gjithë lavdia i takon Allahut, i cili është i veçuar i vetëm në përsosmëri dhe përhershmëri, dhe është i vetmi në, domethënë, pushtetin absolut dhe madhështi. Ai që është i cilësuar me cilësi të plota dhe me emra të bukur, që është i pastër nga çdo përngjasim, domethënë, ose të barabartë. Mirë. Sa është ora? Edhe 3 minuta e zanë, ja. Thot, pra këto, i përmend këto cilësi për Allahun, thot, alladhi sabaqa ilmuhu fi bariyatihi, bi muhkamil qada'i min as-sa'adati wash-shaqa, domethënë ai që paraprakisht i ka ditur të gjitha krijesat e tij, a do të jenë, domethënë, në bazë të paracaktimit të tij, a do të jenë të lumtur ose të dëshpëruar, wastawa ala arshihi fawqa as-sama, dhe që ka qëndruar mbi arshin e tij mbi qiell. Kjo është hyrja që e ka përmendur, mirë po për sqarimin e pjesëve të këtyre fjalëve që i ka thonë, inshallah do ta bëjmë në takimin e radhës. Më thënë, kjo ishte vetëm ky mësim, do të thënë, ishte vetëm hyrje përpara fillimit të librit. Dhe inshallah nga takimi i radhës do të fillojmë me librin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.